Përshëndetje nga kuzhina e Njerit. Sot kam menduar se përgatit një gjellë shumë të sheshme me mish me eshtra, që është mish i viçit ose i lopës, 600 gram nevojiten. Mandej 10 patate mesatare i kom qeru, i kom ngri, një lugë të gjellës me salcë të specave, mandej 4 thelbi hudhër, 3 qep, një lugë të gjellës me miell, një lugë të mesme me magdanoz, një lugë të qajt me biber të zi, një lugë të gjellës me veget plot, edhe një lugë të mesme biber të kuq. Në fund pra pak ujë qesim edhe bismillah, në tenxhere kemi hedhur vajin që të nxehet, siç po shihni tash e marrim edhe e qesim mishin me eshtra pas parit. Bismillah. E ka vendisim mishin në të dy anë, pra mirë mishin me eshtra. Pas se kemi ka vërdit mishin, tash e marrim qep. Halvit e hudrës. Ka vërdisim mirë. Është ka vërdisur edhe mishin e eshtra, s'pashku me qepët. E marrim mielin, magdanozën. Vërdisim. Kjo është mejonja. Mejonja me mejone, e quajmë ka ona dëgagjim. Mejonja është që kjo, kër e përgatitim që ne nuk përdorim shambull sosa, që i përdorim me përpaketime, edhe kjo është mejonja që e përgatitim vetë, ma mirë, sepse në shumicën e sosave që i blejnë, pra, sikurse për gulash, sikurse për shpageta, sikurse në sosë tjera, ka edhe yndyr deri. Yndyr deri, normal për neve muslimanëve që është daluar, për tjera të fe e përdoren veç për musliman për foli, kështu që e përgatitim vetë. Është ka vërdisur edhe mejonja, tash t'i marrim salcën e specave, një lugë gjellës plot. Ose ajvar, dyja të bënë, cëllë, të qëllot. Kja gjellë bëhet super, sepse yndyra edhe vitaminat e longut të eshtra që janë kolagen të ndryshe, kënaqin. Edhe jap shije shumë të mirë pra. I kemi shtu edhe patatet, ka vërdistim edhe patatet. Mirë. Marrim melmesa, biberin e zi, vegetën, biberin e kuq. E kemi ka vërdis të gjitha së bashku, marrim bismillah ujë të valë, ujë të nxehtë edhe e mbushim tenxherën. Pasi që kemi përzit të gjitha, krejt në fund ja qesim pra një lugë të mesme me krip. Përzina edhe kripën, edhe e zina tash të gjellën. Një gjellë që të kënaq, ushqim i langshëm me lugë, si për fëmijët, si për të rritujt. Edhe tash lojna pra, me uzi gjellën e mbuluar me kapak. Bas 30 minuta, tash të hekom mishin me ashtu, pra, edhe e qesim në një pjatë. E largojna pra mishin prej ishtrave, sepse e kalshuat i ndyen ato vitaminat që na u ka nevojit neve, edhe i shprishim pra mishin, e qesim tani veç mishin tek patatet. E kemi hek edhe mishin plus vjomin, pra prej eshtra, tashti e qesim prap tek gjella. Shumica mundën me thonë, ynyra, kolesteroli ka më shku hava. Unë e pjo tham juve kështu. Për ka shëndet, elhamdulillah, kur ma mirë se me kom. Një. Se thot me gjarbib, një. E dyta. Sot konsumoni so ushqimet të freskta,
Edhe kjo yndyra që është e ashtit ose e mishit, të viçit ose të lopës, sot i konsumoni qëto kur syt nuk kanë më zmadhu me në më thonë edhe më falni shpreje para ushqimit, kërrejt të hongër ushqimit thota neri postona receta për kapslakun ose kunder kapslakut. Pse ka vjen kapslaku? Kapslaku vjen të hongër ushqimit thota pa lugë, kështu që neri nuk fol kot. Konsumoni çdo ushqimi që ka konsumu gjithmonë me por edhe në kohën elhamdulillah top. Në kohën e sotit ushqimet gatshme, ushqimet shpejta të i ble, mi po në ftyrë, zbet, pa gjaksi, imuniteti nxarra, krejt vin, që thojnë edhe mjekt, qysh han ashtu edhe je. U shpreja ashtu në fillim pak, po une si gjithmonë kom thonë jam reale edhe flas hoptas, pa thojza. E lojna edhe pak, zihet edhe gjella është gati. Edhe gjella pra ka përfundu së ziri tash ti është hazër me bismillah me konsumu. Ja vlen ta provoni se cila motër, se cila nan që përgatit si gjithmonë ushqime për familjet e tyre. Zirin e kom bo pra për 1 orë komplet edhe perfekte bëhet. Bismillah tash ti e hedhim në pjatë. Eshtrat ja kom hek pra, sepse puna e fmive, njëherë bëm aki, nej ashtë i vogël i shkon në fët, ose mbet në fët, tane, më lëneri mi shti gishta. Shtu që pak humor, veç ja vlen ta provani. Neve pra na beft mirë, juve po ashtu nëse provani. Faleminderit për përkrajen që ma beni komentet e bukura e tiri në recetën e radhës. Ka kuzhina njeri të thëmë, miru pofshim.